Pas alarmit të përhapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përmbajtje plastike, edhe Shqipëria tërheq nga tregu çokollatat Snickers, Mars dhe Milky Way, duke u bërë kështu shteti 56 në botë që merr këtë vendim. Përfaqësuesi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Granit Sokola, i tha në studion e Reze Diellit në Report TV se ky institucion pranë Ministrisë së Bujqësisë ka urdhëruar 2 kompani importuese që brenda 24 orëve të tërheqin nga tregu 3 llojet e çokoladave që kanë datën e skadencës 9 qershor 2016 deri në 8 janar 2017, në të kundërt do të gjobiten. Drejtoritë rajonale të AKU-s në 12 qarqe të vendit kanë marrë në këto momente që flasim një urdhër për të ndërhyrë që brenda 24 orësh këto produkte të tërhiqen nga tregu. Në bazë ligjit për ushqimin, përgjegjësia kryesore është operatorit biznesit të ushqimit. Alarmi është nga kompania prodhuese. Po, nga vetë kompania amerikane. Nga kompania amerikane. Pasojat nisin që nga gjoba, që është minimalja në këtë rast, por sigurisht dhe në pezullim të aktivitetit. Edhe pse nuk ka një sinjalizim zyrtar për alertin e konsumimit të këtyre çokoladave në Shqipëri, nga 2 autoritetet e sigurisë ushqimore pranë Komisionit Evropian, AKU sqaron që ka marrë këtë vendim për të garantuar shëndetin e konsumatorit shqiptar. Sokola i tha se AKU nuk mund të kryejë analizat për të parë nëse çokolladat brenda datës së skadencës, qershor 2016 janar 2017, shfaqin rrezik apo jo, pasi ky institucion nuk ka laborator për analizimin e përmbajtjeve plastike. Mbetet në përgjegjësinë e kompanive importuese, theksoi përfaqësuesi i AKU-s që të marrin masa për të hequr nga tregu këto produkte. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bërë apel qytetarëve të mos konsumojnë çokolada që përmbajnë datën e skadencës nga 9 qershori 2016 deri në 8 janar 2017 dhe që janë të prodhuara nga fabrika e kompanisë që ndodhet në Holland, në qytetin Vengel.